Në seancën e sotme të Këshillit Komunal të Gostivarit është vazhduar diskutimi për problemin me qentë Ndacak, I cili u vlerësua si një nga çështjet më serioze dhe alarmante me të cilat po përballet komuna. Gjatë debatit u theksua se situata ka arritur në një pikë ku nuk durohet më, sepse prania e theksuar, kafshimet dhe shpenzimet për dëmshpërblim ndaj qytetarëve e bëjnë të domosdoshme një zgjidhje urgjente, definitive dhe afatgjate. Safet Hasani nga sektori për punë komunale tha se kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe se duhet ndërmarr hapa konkret drejt zgjidhje sepse vetëm me diskutime dhe propozime gjithçka mbetet në vend numëro. Ai theksoi se janë propozuar projekte dhe lokacione të përbashkëta për trajtimin e problemit, duke paralajmëruar se pa një qasje rajonale, situata rrezikon të mbetet e pazgjidhur për një kohë të gjatë. Një herë përgjithmonë, këtyre temave për t'u dhënë fund duhet të ulën nën kryetarët e nën komunave regionale. Ne si komunë, me një projekt, e kena dorëzu në për organizatat jo qeveritare, e kena dorëzu në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, presim përgjigje. Presim një lokacion ndërmjet komunës së Gostivarit dhe Tetovës, të jetë ai lokacion. Projekti ka shifra marramendse, vetëm si komunë, pa marrë parasysh Gostivar, Tetova apo komuna e Vrapçishtit, nuk mundet të zgjidhet. Pa mu ullë nën komunat edhe të hartojnë një strategji edhe të bashkëpunojnë ndërmjet veti edhe të zgjidhet kjo problematikë. Edhe këshilltarët në debat kërkuan që çështja të mos trajtohet vetëm në nivel lokal, por të ngritet si iniciative përbashkët rajonale me koordinim të plotë mes komunave të Pollogut. Ndërkaq Zudi Xhelili nga sektori ekologjista se komuna e Gostivarit ka zgjidhje lokale, por kjo vetëm se do ta ngarkonte qytetin me qenë që do t'i sjellnin prej të gjitha vendeve. Andaj, zgjidhja regionale, tha ai, mbetet opsioni më I mirë për të gjithë. Regioni planor I Pollogut ka pas debat në lidhje me këtë dhe është caktuar një lokacion në komunën e Vrapçishtit, ka një projekt, mirë po duhet mjete që ky projekt të realizohet. Kryetari I komunës Gostivarit nga dëshira që komuna jonë ta zgjedhë këtë çështje, ai na ka angazhuar që ne përpilojmë një program vjetor për trajtimin e kafshëve të pastrek dhe nëse nuk ka zgjidhje për një afat më të shkurt, ne do të shkojmë në zgjidhje lokale, do ta ripërtrijmë qendrën në një lloj, do të jetë si një lloj rezervati ku do t'ju krijojmë kushtet qenve të pastreqet edhe në hapësira të hapura të merrethoj. Gjithashtu kryetari na ka detyruar që të planifikojmë mjete për një gjë të tillë, mirë po parashtrohet pyetja kur do ndëgjojnë komuna të tjera se Gostivari ka një strehimore, atëherë transporti do të jetë më I madh. Kryesuesi Valdet Xhaferi tha se Këshilli është I gatshëm të ndërmarrë çdo hap që çon drejt zgjidhjes së këtij problemi, të cilin e cilsoi prioritet për sigurinë e qytetarëve. Këshilli I komunës Gostivarit besoj dakordohen të gjithë kolegët, qëndron në dispozicion gjitha institucioneve përkatëse. Krejt çka duhet bërë nga ana jonë, besoj se të gjithë kolegët janë dakord, u qëndrojmë në dispozicion gjitha institucioneve për çdo hap, për çdo veprim, për çdo iniciativë që duhet ndërmarr, vetëm e vetëm që këtë dukuri, respektivisht këtë fenomen, ta zgjedhim një ditë përpara. Debati u përmbyll me thirrjen që 9 komunat e Pollogut sa më shpejt të ulen së bashku dhe t'i japin zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate problemit me qentë Ndacak, sepse siguria e qytetarëve është në rrezik.